Vendimi i gjykatës kushtetuese u soll dje në fazën e dytë, meqense për iniciativën e shtruar para gjykatës ishte edhe faza e parë kur u shqyrtua arsyeshmëria e iniciativës dhe kur përsëri gjykata solli para disa javësh vendim për fillimin e procedurës për vlerësimin e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë së vendimit në fjalë. Në këtë mënyrë, për televizionin Koha ka sqaruar seancën e gjeshme të gjykatës kushtetuese gjykatësi Osman Kadriu. Sipas tij, vendimi ka kaluar me 5 vota për dhe 3 kundër. 2 gjykatësi shqiptar dhe 1 i komunitetit turk kanë votuar kundër. Ne edhe atë 3 gjykatës, 2 shqiptar dhe një kolegë i përkatësisë turke, votuam kundër. Dhe me thënë, edhe për vendimin e parë, për fillimin e procedurës, votuam kundër se nuk ka arsye me këto sqarime që ne i dhamë. Së pari, në iniciativën u theksuar se kinse nuk ka respektuar forma, procedura për miratimin e këtij vendimi. Edhe e dyta, që ishte vretje poshtu nga shumica e kolegëve të gjykatës kushtetuese, se disa emrime duhet të jenë në gjuhën maqedonase, se meqense ata në gjuhën maqedonase nuk e kuptojnë atë përkthimin faktikisht të fjalën burimore në gjuhën shqipe. Edhe konkretisht fjala ishte për Kongresin e Manastirit, dëshmorët e kombit. Ne për këtë çështje dham arsyen se asesi nuk vjen parasysh që kjo drejtje të jetë arsyeshme dhe nga ky aspekt të vlerësohet kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Theksuam se punohet për emrat të përveçëm, edhe emrat e përveçëm si me rregullave gramatikore shqiptare të gjuhës shqipe nuk përkthehen. Sa i përket mungesës në procedurë, gjykatësi Osman Kadriu tha se bëhet fjalë për një vendim shumë të vjetër dhe me të vërtetë është jashtë çdo arsyeshmërie të ngrihet pas vitit 2007, kur është sjell vendimi për emërimin e rrugëve, tash të vlerësohet kushtetutshmëria dhe ligjshmëria. Shkaku kryesor sipas tij është se kinse në atë kohë dhe në atë procedurë nuk është kërkuar mendim nga qeveria, meqense sipas një vendimi republikan që ka sjell qeveria, është fakt se kërkohet mendimi i qeverisë. Së pari kërkuam edhe nga Këshilli Komunal, a janë paraqit në atë kohë me shkresë edhe me kërkesë veçantë në qeverinë e Maqedonisë që ajo të prononcohet me mendimin e saj, qoftë pozitiv ose negativ. Edhe në 2 prej Këshillit morën përgjigje se punohet për lanë të vjetër dhe ndosjen e kësaj lande nuk mund të gjetë një lloj shkrese e tillë. Kërkuam poshtu nga qeveria me kërkesë të veçantë të përgjigjet qeveria se valla ka pas kërkesë dhe çka ka qenë mendimi i qeverisë, pozitiv ose negativ. Edhe nga qeveria nuk kemi përgjigje se si ka rrjedhur kjo procedurë. Edhe ne që e mbrojtëm çështjen që vendimin në fjalë, të ngjerin në fuqi, thamë se meqense gjendja faktike nuk është e kompletuar dhe e drejtë, me të vërtetë është sankcion i rëndë të gjykata të sjellë vendim abrogues edhe të abrogon vendimin në fjalë. Gjykatësi kushtetuese Osman Kadriu për televizionin Koha tha se vendimi në fjalë asesi nuk duhet të pranohet me brengosje. Ai ka komentuar pojimet se tani me vendimin abrogues automatikisht do të vjen në shprehje vendimi i vjetër dhe do të hiqen tabelat. Ai kategorikisht thotë se kjo nuk do të ndodhë. Jo. Si jurist me përvojë edhe si gjykatës kushtetuese, ja ju lutem t'i shpjegoj ato pasojat edhe çka mund të ndodhë dhe si duhet të zbatohet. Me vendimin e gjykatës kushtetuese, asesi nuk vjen në pyetje që me automatizëm të zbatohet vendimi i vjetër. Në 2, me vendimin e gjykatës kushtetuese, asesi në këtë moment nuk do të hiqen tabelat me emrat e tashëm. Edhe në 3, vendimi i gjykatës kushtetuese ka atë domethënie dhe atë obligim për Këshillin Komunal, që Këshilli Komunal, pasi të shpallet vendimi i gjykatës kushtetuese në fetore zyrtare të shtetit, edhe pasi të merr një ekzemplar të vendimit edhe vetë Këshilli Komunal ju lutem duhet të fillon procedurën për sjelljen e një vendimi të ri. Me sjelljen e vendimit të ri, edhe në atë procedurë rigorozisht duhet të respektohet forma për miratimin e këtij vendimi edhe për këtë çështje. Meqense në atë procedurë kërkohet, theksoj, është kusht i domosdoshëm që të prononcohet edhe qeveria e vendit, qeveria e Republikës me mendim të saj. Mund të jetë pozitiv ose negativ, por si akt juridik
duhet të sigurohet edhe të bashkangitet dosjes të landës e cila ka të bëjë me miratimin e vendimit të ri. Nisma para gjykatës kushtetuese ishte dorëzuar më 11 shkurt 2025 nga Darian Sotirovski dhe lidhja e luftëtarëve të luftës nacional shërimtare nga Tetova. Me vendimin e vitit 2007, Këshilli i Komunës së Tetovës ndryshoi emrat e një numri të madh rrugësh dhe të sheshit qendror të qytetit. Kështu, bulevardi kryesor dhe sheshi që mban emrin Marshall Tito u riemruan në bulevardi dhe sheshi Iliria, rruga JNA u bë Dervish Cara, rruga 29 Nëntori u bë Mehmet Pash Deralla, ndërsa edhe disa rrugë të tjerë morën emra të rinj. Ky vendim i Këshillit të Komunës nuk u pranua nga pushteti qendror, prandaj gjatë 19 viteve të fundit në Tetov ekzistoi një sistem i dyfisht emërtimi për një pjesë të rrugëve. Në dokumentet komunale figuronin emrat e rinj, ndërsa në dokumentet zyrtare të lëshuara nga shteti, letër njoftime, pasaporte të tjerë, vazhdonin të përdorin emrat e vjetër. Në fund të mandatit të tij të parë, kryetari aktual i Komunës së Tetovës, Bilal Kasami, nisi një iniciativë për ndryshimin e emrave të disa rrugëve të tjera në qytet, të cilat sipas arsyetimit nuk i përshtateshin kohës së tanishme dhe ishin mbeqje e një të kaluare të erët. U formua një komision me detyrë të përgatiste një listë propozimesh për emrat e rinj, i cili organizoi 4 debate publike ku qytetarët mund të paraqisnin propozimet e tyre si në mënyrë elektronike ashtu edhe gojarisht. Parambajtjes së zgjedhjeve lokale të vitit 2025, ky komision u shpërbën, ndërsa pas fitimit të mandatit të dytë si kryetar komune, Kasami formoi një komision të ri, i cili siç tha, së shpejti do të dalë me propozime të reja për emërtimin e një pjese të rrugëve në Tetov.